Vleni si është? Vleni mirë po e ndërtojmë çdo ditë më shumë. Mendoj se jemi duke bërë vepër shumë të mirë dhe të rëndësishme për shqiptarët të Maqedonisë e Veriut, për shkak se të merresh me politikë duhet me patjetër detyrimisht të kesh në vete të instaluar atë ndjenjen e përgjithshme, ma gjanë jashtë vetvetes, jashtë rrethit me të cilin komunikon, jashtë organizatës të cilën e ke, qoftë ajo parti politike, organizatë jo formale politike, qoftë ajo një think tank, çka do qoftë. Nëse kontributi është në interes të përgjithshëm, do duhet brenda kohës të jetë i instaluar edhe ndjenja e përgjithshme. Ku është interesi më i madh, aty duhet të jetë edhe trajektoria e lëvizjes tënde të grupit e kështu me radhë. Edhe unë mendoj se në Vlen jemi duke dhënë këtë mesazh dhe jemi duke konfirmuar atë që kemi thënë në fillim, se Vleni është një ndryshim i ri në skenën politike.